Kontestimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me malin e zi nga ana e banorëve të asaj zone mund të provokojë tensionim të situatës. Banorët e asaj zone kanë paralajmëruar se nuk e pranojnë versionin aktual të marrëveshjes mes dy shteteve. Edhe njësi të çështjeve të sigurisë druajnë se nëse nuk merren parasysh qëndrimet e qytetarëve, atëherë ka rrezik se mund të përsëritet rasti i njohur si Kumanova në Maqedoni. Institucionet e Kosovës besoj që do duhet ta dinë se niveli i vullnetarizmit të qytetarëve në atë pjesë për të rezistuar një ratifikimi i tillë është shumë i lartë. Besoj se institucionet e sigurisë kanë informacione për ekzistencën e grupeve të njerëzve të cilët nuk duan të pranojnë ratifikimin e tillë dhe për këtë definitivisht kanë përgjegjësi institucionet e Kosovës. Unë nuk besoj që për shkak të ratifikimit të demarkacionit ose për shkak të çështjes së demarkacionit duhet të ketë një rast të ri të shtuquitur rast Kumanova edhe në Kosovë. Tensionim të situatës, Burim Ramadani, ekspert të sigurisë, thotë se mund të provokojë edhe ndërtimi të ashtu quajturës Lugina e Diellit, si dhe rasti një ditë më parë, kur ish ministri Jablanović shkoi në Koshare për të ndëruar heronj serb, të cilët kanë luftuar kundër NATO-s. Me këto veprime të serbëve, Ramadani shprehet se rrezikohet seriozisht stabiliteti në vend. Se demarkacioni mund të prodhojë tensionim të situatës, e thotë edhe njësi tjetër i çështjeve të sigurisë Avni Islami. Ai ka kërkuar nga dy taborët pozitë e opozit që të kenë vullnet për të bashkëpunuar për të zgjidhur këtë çështje. Faktet të cilat i ka paraqit ekspert e Lamis Përkace lidhur me demarkacione, siç është profesor Shpetin Bulliqi, Flori Misufi, si dhe profesor të tjerë, njerëz akademik të cilët janë marrë me këtë çështje, ata po e kontestojnë vijën kufitare ku është e ndarë në atë pjesë ku po don tash që të bëhet marrëveshja. Dhe mendoj se nëse nuk ka një konsenzus brenda Parlamentit të Kosovës, ajo pjesë atje mund të prodhojë tensione, madje mund të ketë gjakderdhje. Duke folur për ndërtimin e Luginës së Diellit nga ana e shtetit serb, Islami thotë se Serbia është duke kopjuar modelin izraelit që të bëhet kolonizimi i asaj pjese dhe ai druan se në të ardhmen veriu i Kosovës mund të jetë cak i konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja. Dhe mendoj se nëse